Por dhe shumë të tjera së bashku me kolegun tonë gazetar Agon Regjepi, mirë mëngjes, mirë se erdhe në studio. Knatësi. Dhe gjithashtu kemi fituesin e Ferma Web të edicionit kaluar Big Basta, mirë mëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirë mëngjesi Kosova. Atëherë, Big Basta do flasim sigurisht, po e nisim me një prej zhvillimeve që ka marrë teje të havë dhe vëmendje gjithandej, ofendimet që i bëri në këtë rast Olja për moderatorën Arbana Osmani. Si i ke pranu këto fjalë të saj? Me thonë drejtë nuk më ka nduk që di fare, Pse? Po sepse diçka e pritshme. E pritshme nga Olja? Jo vetëm nga Olja, po edhe nga shumë fermerë të tjerë aty, ose banorë të tjerë. Ndihet shumë ai frustrimi që kanë. Pra, ndoshta sepse ato e shikojnë influencën e Mozës, nga qoftë edhe nga këngëtarët e tjerë që i sjellin drona, ose nga sa shumë e pyesin Mozën ose japin fjalën gjatë gjithë kohës aty në Prime. Domethënë ato fermerët e tjerë nuk zgjedhin që të jenë protagonistë për mirë. Ndoshta jo të janë ndihmojnë Mozës atë meritën e të fituarit çmimin e parë, por për të qenë pjesë e një spektakli suksesshëm. Pra që edhe ato të kënaqen me veten e tyre, por ato zgjedhin që të jenë negativ. Për mendimin tim më duket një kast i, domethënë të paktën le të themi 80% i kastit është si me karakteret përsëritshme nga vjet. Është vërtet. Mendon që do thot për shkak të ndoshta revoltës që kanë drejt Mozës, po veprojnë në këtë mënyrë banorët? E mendoni që kanë të drejtë, po në një farë mënyrë po lëvatohet më shumë Moza se sa që duhet apo jo? Moza jo pa merit për lëvatohet anë të them drejtën. Moza po jep më tepër spektakël aty tani, këto tjerët zgjedhin që të jetojnë me stres, edhe me ankse të veta tani normalisht ato. Shive, është shumë ndryshe të futesh vetëm me qëllimin për çmimin e madh. Edhe të futesh me qëllimin që t'japësh show, spektakël, kënaqesh, t'japësh mesazhe të mira për njerëzit. To futen me qëllimin vetëm për me fituar çmimin e madh. Tani, hallet që ke leje jashtë, kurse brenda ti duhet t'japësh atë. Je në punë, unë gjithmonë e kam thënë, je 24/7 në punë aty. Ama din çka është më trishta e edicioneve të viteve të fundit, po më duket që është mësuar si mënyrë të marrin të vëmendje shëmtia e karakterit. Çka do të thonë është po egzagerohen gjëse të ndryshme për me marrë vëmendje. Unë për vetë shoh në disa pikpamje këtë rastin e Olës me Arbanën, patjetër që dënoj gjuhën ofenduese, aq më pak ndaj autoritetit të moderatorës, sepse çuçi është thënë edhe është sër diskutuar. Ndryshe është nëse kjo gjuhë përdoret mes banorëve, që patjetër me një pikë prej nervozës, prej euforisë emocioneve, ku diun prej impulsivitetit, kemë rrshit në fjalë të tilla që secili prej neve i përdorim jetë për dëshfa, mos bëhemi të gjithë enjoy, i përdorim fjalë të tilla në një moment ose momentin e dytë. Por ndryshën nga autoritetit të moderatorës, sepse është një autoritet në vete, i cili duhet respektuar, sepse jo, Arbana nuk është pjesë e garës, sado që mund me të duke pa drejt ajo çfarë bën ose çka po thot Arbana, opinionist ose kushdo qoftë. Në forma që she arsyetoj paraprakisht atë fjalë, unë e thash edhe dje, ja shtroj rrugën edhe Olës, edhe banorëve të tjerë që me përdorë kësi lloj fjalë, sepse në kësi raste çdo është me u dënu në një farë forme qoftë me fjalë, ndoshta jo me zaftëzi. U dënu mjaftueshëm me fjalë. Olja është dënu dhe nga opinionistët. Aha, edhe besoj edhe Moza është dënu. Me zarf jo, me zarfëzi, po e din ata se qysh i dënojnë, nuk i dim unë rregullat e shtëpisë, mirë po e di që nuk është përkrahur gjuha e saj. Ama blasta dje, një gazetar nga Shqipëria na tha që Ferma VIP është kthy në Big Brother, e synimi i Fermës është krejt diçka tjetër, pra është ma shumë me dëshmu punën, është ma shumë me qenë e ju debatet. A ka ndryshu sipas teje ky edicion, a është ma shumë si Big Brother se sa si Ferma VIP ku e dëshmojnë punën e tyne? Ferma VIP është ndryshe nga Big Brother. Deshe, për shkak të sfidave dhe për shkak të ambientit, shtëpisë,
Pra bëhet fjalë për një fermë. Shëve, të dyja janë koncepti, janë i Orwellit, njëra është ferma e kafshëve, tjetra është 1900. Big Brother, 1900. Edhe, kështu që tani, u mendoj që ferma shqiptare, pra ferma VIP e Shqipërisë, bashkë me Big Brotherin, ka një fiasko shumë madhe, sepse neve kemi mungesë karakteresh. Pra ne si shoqëri, ne karakterit i kemi ose ofendusin negativin, ose kemi karakterin e të mirit, pra që mundohet që t'ja dalin në jetë me të mirë. Pra, kemi munges larmanish të karaktereve. Kemi munges larmish karakteresh, pra, por kjo tregon sakse çfarë shoqërie jemi. Nuk është domosdoshmërisht e keqe kjo mungesa e karaktereve, sepse jemi shoqëri e vogël, jemi shumë pak banor, por tregon mënyrën se si jemi rrit, të them drejtën. Tani, ato të lejuarit e ofendimeve, e sherreve, këtu në Shqipëri ose edhe në Kosovë është bërë shumë e udhës që të cilësohen si lajme. Ama adin qka për unë shumë rëndësi, mos me lejuj, do më thoni bashkangjitën thirrjes së Edit, se shash edhe diskutojnë në sharakimin e Edit, por për unë shumë rëndësishme që asë një personazh mos me u bo idol në vete, pra mos me u dash, mos me u perfekcionu dhe në qatë mënyrë, njaj që është po ashtu e shosit të udhës, që asë një personazh tjetër mos me u linqu dhe në ati që është linqu Ola. Pra, adin se qka përdu me thonë? Qka përdu me thonë është në secilin edicion kanë qenë disa banore që janë dashme të madhe prej publikut, edhe qa shumë janë shenjë të ru, sa që kemi arrit mos me pa një anë jo të mirë tyne. Pra, gjithmonë e këmë thonë këto, secili banor, i mirë ose i kesh në sytë e publikut, e ka anën e vetë të mirë dhe anën e vetë të keqe. Pra, po, moza mund të thë gjana që nuk janë të udhës dhe duhet dënuar, duhet komentuar për ato njaj që është mundet edhe Ola me bu një gjest të mirë që po ashtë duhet dashë dhe duhet komplimentuar dhe për ato. Pra dhe vesh mund nuk më përqenë shenjtimi i tepërt i një banori. Qka vjerë ma shumë pa dhe qka e përkrop. Shambull një prej karaktereve shumë interesante dhe të pak rastushme me të tjerat është pa dyshim moza dhe unë po mendoj që ndoshta Ola dhe të tjerat bëjnë qmës, ma të përdorin dhe gju për të marrë vëmendjen, për të larguar vëmendjen nga moza dhe për të kthyer vëmendjen nga vetja e tyre. Po, ama ne zakonisht këto e kemi komentu mozën edhe për shembull është pa që pak që shetheti është pëlqime të madhen edhe tek ne shqiptar nuk ka mes. Ja shkojmë deri në ekstreme u pëlqim dikush. Përse që jo është tek ne shqiptarët, kjo është njerëzime, mënyra se qysh njeriu reagon se neve nuk na bën kur gjë të veçantë si njerëz krahas atyre të tjerëve, përveç normave shoqërore që kemi kriju. Një problem më i madh që e shoh është se presin mandej çat person që po pëlqejet nga publiku me komentu gjithmonë mirë. Normal edhe mu mundet me pëlqy së të dhoni për kas masës pezoj moza. Edhe në rastin dje kur veç patëm një kritik për fjallin që ajo e ka përdor, me njëherë reagimet shumë ta pse po e kritikon, pse kështu, pse ashtu. Jo, moza mundet me kanë shumë mirë, çdo banor edhe i bigut pezojmë mundet me kanë shumë mirë, edhe mu mundet me pëlqy, po në momentin që bën diçka të pahishme, ko me thonë, edhe ko me kritiku edhe për gjestin e pahishëm, qysh e lavdroj për diçka të mirë që e bën. Pikrisht ato do shta me thonë se për shembull nëse vona i shembull tash si mundet me thonë njerëz ashtu, për rastin e Donald Jamesit, na kiti kemi pa që Donald shpesh ka thonë gjëra që nuk janë të tolerueshme dhe një banorëve të tjerë nuk ju kanë toleru. Pra ekziston një farë standardi dyfisht që njerëzit ndoshta nuk e kanë mundësinë me me analizu specifikisht. Masi kjo në asnjë mënyrë nuk e konteston personazhin e Moza Ahmeti. Moza është e papërsëritshme. Moza është një prej personazheve që është dashur me çën pjesën dhe na kallzon me intelekt, çysh mundet me u fitu një garë të tillë. Por është shumë mal pak te Amelia Gonxhi, është mal pak te reagimi i Edit. Edi dje ka pasur reagim të gjerë të gjatë që besoj që keni pa Edi Grishaj, pra producenti i Ferma Web dhe një bashkëshorti i Albana Osmanit. Ai është akuzuar që ka kusherin Olën për shkak të një reagimi që ke bën pas shfaqjes së një dokumentari brenda firmës, dhe masi ky e bën një reagim ku thotë që nuk e kam kusherinë, dhe thotë që në asnjë format tami nuk kam e qenë kur një kusheri, pra në asnjë format ku unë punoj, nuk kam e qenë një kusherinë ime, dhe ndër të tjera, çka më bëni shumë përshtypje, besoj regjia na ndihmon me reagimin, është një pjesë ku thotë që është mos e gjykojni as shumë 23 vjeçare. Nuk po e citoj se s'po e mbaj me fjalë për fjalëve, po për mua që kjo ka mesazhi që e kuptova, pra mendoj që kur një producent i një emisioni bën një thirrje të tillë për mos linçimin e saj, mendoj që duhet me qenë farë ftesë edhe për neve. Pra pjesa që bëj referohës në fund, nga njerëzor, nga ky moment, është nga një gabim nuk mund të gjykohet e gjithë jeta një vajze 23 vjeçare, familja apo vendi nga ajo vjen. Shumë e drejtë kjo që e ka parashtruar Edi, po besoj sepse
të ke fundit është ofendu gruaja e ti në këtë spektakl, por nuk nënkupton që duhet tash me heqë dorë dhe me linqu deri në atë pik Olja. Nëpse të them drejtën, kemi po edhe reagime shumë duke e përkraur Olja në Big Basta. Nuk është që është linquar dhe në atë pik sa ne po flasim këto. Edhe është mbështetur. Tani ne po flasim për reagimet në rrjetet sociale, se s'po flasim për reagimet me vota. Po. Ne akoma nuk e dim se si shkojë televotimi, ja? Sakt. Se reagimet në rrjetet sociale them drejtën 80% janë akkaunte falsa. Korrekt. Që se di tani ato me vërtet mund të kenë një person prapa, por nuk është e vështirë, sot e kësaj dite mund të pagush call center dhe mund të komentojnë pafund mirë për ty. Tani neve në rast se do bazohemi te kjo, atëherë e kuptoj shumë mirë reagimin e Edit, sepse ai ndodhet përballë një përgjegjësie shumë madhe, se ka një detyrë shumë të madhe, të them drejtën. Edhe ajo riskonte shumë mbarvajtjen e programit. Gjithashtu e ndjej edhe Arbanën, por e përgëzoj për atë profesionalizmin që e karakterizon, të them drejtën. Ndërkohë, ta thash, Ola, shiko, a di se nëse Ola do jetë, sepse ato formulën e kanë të gatshme, kanë pasur disa personazhe negativ të domosdoshëm. Ola me gjasë të paktën të ferma. Nëse do aplikojmë prapë të formulë, atëherë Ola vazhdon që ndron me televotim. Në fakt edhe unë mendoj që Ola ka me qëndru. Dash ta dun, dash mos ta dun. Urdhë? Edhe unë mendoj që Ola ka me qëndru, mendoj që secili përmendjet të shumë, secili format ka me pas, pa ka shumë qatë personazh që thash, e vënë pa më shumë shëmtinë e karakterit. Ngjashëm ka qenë edhe Gresa, mendoj që domos Gresa ka qenë goja shumë, kur po them e linçuar me referona kështu një valje të komenteve, të postimeve, të degradimeve figurës tyne masën e karrierës së kështu me radhë. Ka ndodhur njëjtë edhe me Olën edhe me Gresën, sidomos gjatë kësaj jave. Opinionistëve normal që mandej vazhdon edhe në rrjet, sepse pikërisht ju kanë përdorur edhe shumë sene prej jashtë vajzave që kanë hyrë me një reality show. Kështu që jo për me mbrojt asnjënën, po nuk ato do të më gjikun ashta ma shumë për shka përfaqësojnë aty brenda, e jo për shka kanë lënë jashtë. Dhe gjithmonë është kjo në formate si firma, si Bigu, si çdo reality show. Në përgjithësi nuk përmenden gjonat që ju kanë ndodhur jashtë, sidomos nga opinionistë ose që kanë bërë jashtë. Kur i sillen ato normal që fansat mandej kanë me pushtur jetën. Shqipja ka qenë në fakt që ka qenë në mbështetje të Olës, e bën dje një reagim të gjatë ku i referohet goxha me cinizëm, le të themi Arbana Osmani, duket që më shumë ka personale me Arbanën, për ndër të tjera nëse më ndihmon regjia me reagimin e Shqipës, thotë që ka të bëjë pak a shumë me standardet të dyfishta, sepse na ashtu siç u përktheva edhe nga një deklaratë e Dalina Buzit, vajza Ola në këtë rast domethënë ka pas idenë që të gjithë duhet të jemi banorë të barabartë, se unë kam marrë në këtë lojë me fitu se gjithkusht tjetër, dhe pse duhet të ketë standarde të dyfishta. Kështu që sipas Shqipës në këtë reagim që mundemi me pa, faleminderit regjia, ka të bëjë me një lloj hakmarrjeje që Arbana Osmani e bëri, sepse sipas saj Arbana e tejkaloi këtë moment aty dhe pas disa ditëve e mori vendimin produksioni që Ola të vihet para një votimi të tillë sa duhet apo nuk duhet të shndrojnë brenda formatit. Po mund me vrit që është një cinizëm, është një farë mënyre goxha e ashpër e të folën e Shqipës ndaj Arbanës dhe thotë po më kjo ka duket që ajo ka edhe momentin kur Blerina ju referu që Shqipja ndër të tjera i thotë ky është stil moderimi i Big Brother edhe jo i firmës. Se ndoshta firma kena pa një format pak më tjetër që kësaj herë po i bën dramat, po patjetër që kur ka njerëz që bëhen bashk, aty ka me pas momentet krijuar, çfarë për mirë se çfarë për të keq. Po çka mund bën përshtypje është që ka personazhe populiste dhe ka personazhe që zgjedhin të mos bëhen populiste dhe si të tjera bien viktime këtij populizmi. Unë çështoj është si edicionin e fundit Big Brother Web Kosova që ndjeki pak më shumë, si Bigun e Shqipnisë më aq pak sa ku ndjek, si Ferun më aq pak sa ndjek. Mendoj që ka personazhe që e kanë kuptuar këtë formuar se çish funksionon masa, i vihen kësaj prapa, bëhen populist, dalin përtej vetes për me marrë apo qështërinë e publikut. Dhe cili do person që e bën këtë mund të pasë ndryshe. Dhe nuk po flas për Mozën. Moza është ikonike dhe është e tillë në secilin e paraqitjes saj 10-20 vitet e fundit që ka qenë në shar publik, edhe pse kjo ka 5-10 që ka dalë në për edicione të ndryshme. Që në përgjithësi banorët e tjerë. Po, basta. Fajtë se po të ndërpres, Moza është eksperte e imazhit të saj, e protagonizmit. Moza ka qenë në 92-shin që e maj menun që Moza di se si ti, di se si ti drejtoj kamerat nga vetja, di se si ta marri vëmendjen. Këto janë sinqerisht... Është spontane apo e bën me qëllim? Moza me spontanitetin e saj,
di se si të shesi. Moza është, përveç që është intelektuale, realisht është njeri shumë i mirë, por Moza është edhe eksperte, dhe po ja them tamam me sinqeritet këtë gjë. Moza e di shumë mirë se si Moza e di kamerën kur i drejtohet asaj, Moza e di se si ta manipuloj për mirë publikun. Do më dhëmë, Moza është eksperte, këto atë nuk kuptojnë, edhe këto pra shkota nuk do ta kuptojnë, por do ta keq kuptojnë, këto të vazhdojnë të gabojnë. Dhe nga jo puna e kësaj fjalës që është thënë aty shpesh, në formatet e Italisë, Anglisë, Hollandës, Gjermanisë, ka shprehje banale që përdorin banorët mes vetes gjatë programit. Tani neve këtu sillemi sikur jemi priftërie hoxhallar, tash të them drejtën, ne nuk pranojmë as si shame nga nona, as aty, të paktën aty brenda formatit. Po këto e te kalojnë, ja thonë edhe prezantueses, ja thonë, tani ka një limit. Pyetje, cili banor mendon që i kishte ardhur hakesh një Ola brenda shtëpisë? Nga formate Big Brother ndoshta, ose një personazh publik që të kujtohet që ka qenë pjesë e formateve tilla, që mendon që kisha arrit me përballu, po themi, krejt frymën revolucioniste ose rebeluese të Olës edhe të Gresës, po çofse edhe Dionit aty. Si, do i kisha ardhur hakësh Olës? Olës, po. Ola se ka ardhur hakësh publiku, se di tani se Ola ndodhet në një gjendje shumë të keqe. Por nëse do që të them për shembull Rogerti me Labin, janë... Unë mendoj që këta janë ekip. Jo, Rogertin edhe Labin mos na shtini mo kërkuan. I kemi pa mjaftushu. Janë personazhe shumë kontrovers ato, janë, domethënë në jetën jashtë janë shumë ndryshe. Unë një Selinë ose një Gjeneta doja përballë Olës. Mirë, do flasim... Po nuk është që vështirë ma Ola? Po, e vërtet, nuk e di se çka po e konsideroni kaq të vështirë, Ola, një fjalë dhe tha, nuk është që ka thënë, nuk është që ka bërë ndonjë luftë apo që ka trazuar ura të tjerë, e vërtet. Sara është shumë lojtare më e fortë për mendimin tim. Po, edhe është konkurrente e denjë për Mozën aty, Sara as nuk ofendon, nuk Sara është... Por është nga ana e negative, është poli negativ. Po është shumë e mirë, më duket shumë personazh i mirë. Big Basta, faleminderit shumë që ke qëndruar me ne gjatë atyre momenteve. Ju dua, faleminderit shumë.